Ja ku jemi sërish me një video tjetër sot. Është ditë e diel. Jemi në Istanbul, në lagjen Bayram Pasha. Dhe sot me ju së bashku do të bëjmë tutorial për time lapse ose time motion. Në të dyja se një kuptim kanë. Por çfarë me se mund ta bëjmë dhe çfarë na duhet për të bërë një video time lapse. Unë me kam folë dhe me përpara në video e kalure se si mund bëhet, se çfarë duhen. Edhe sot jemi jashtë për të bërë këtë tutorial. Unë për të bërë video time lapse, në radhë parë ne duhet dim ç'është time lapse. Time lapse është një video, domethënë fotografi ose video e përshpejtuar, quhet time lapse. Unë ka mënyra të ndryshme për ta bërë. Mund bëhet me telefon shumë thjesht, me telefonat çik më të avancuar, domethënë e kanë time lapse-in, e kanë si opsion. Mund bëhet me kamerë, video kamerë profesionale apo dhe amatore, domethënë duke e lënë kamerën statik me i vend dhe për të filmuar një kohë të gjatë. Dhe më vonë përshpejtojmë to në programin e montazhit që ne kemi, domethënë në post production. Po siç dihet kohët e sotme, në ditët tona time lapse në përgjithësi bëhen me makina DSLR, me aparate fotografik DSLR. Dhe sot neve jemi për të bërë një demo, një video time lapse. Dhe çfarë na duhet ne për të bërë një video time lapse? Makina që është e para që duhet, në aparat e fotografik. Në rastin tonë, unë kam një 8D që e kemi folë dhe përpara, domethënë e kam shpjeguar aparatin 8D, veçoritë që ka dhe puna që bën. Aparati, objektivi, lensi, s'ka ndryshim, mund të jetë çfarë do lloj lensi, domethënë. Baterinë duhet ta kemi thjesht full, se time lapse i harxhon shumë bateri. Na duhet një tripod me patjetër, sepse pa tripod është e vështirë. Domethënë duhet që të jetë statik aparati. Edhe në atë mënyrë mund bëj video më të bukur, se edhe në dorë e bën ai, po në tripod e bën më të bukur. Që na duhet tjetër? Sigurisht na duhet dhe koha të jetë e atill. Nëse ka re, siç ka sot, edhe sot ka dhe erë, fryn erë, shumë. Edhe rreth në përgjithësi ikin shpejt, por edhe në video që do bëjmë, mundoj shihni se sa bukur duket kur fluturojnë rreth. Siç e thash, kjo bëhet dy forma, bëhet me çdo lloj kamere dhe me çdo lloj aparati fotografik. Aparatet e kohëve të fundit që ka launchuar Canoni, Nikoni, Sony e tjerat me radhë, këto e kanë të instaluar modën e time lapse-it direkt, kurse në aparatet më të hershme këto do një remote shtesë për ta bërë të mundur që bëjmë video time lapse. Në rastin tonë 8D e ka të instaluar në dy lloj time lapse-in, e ka edhe në video dhe në fotografi. Neve sot demo që do bëjmë sot e kemi në video, dhe logarizëm, unë du një video 10 sekundë 10 sekundë time lapse, dhe sa kohë do më duhet mu për ta bërë këtë video, për shembull. Në rastin tonë, unë e zgjodha, parametrat që unë desha është çdo 5 sekonda një frame, një fotografi pra. Dhe për të bërë video 10 sekonda, 10 sekondë, 1 sekondë e time lapse-it do 24 fotografi. Edhe për 10 sekonda neve na duhen 240 fotografi. Edhe nëse këto 240-ën e përpjestojmë me distancën e kohës që do bën fotografit, pra në 6 sekonda, nëse ne do e lëm çdo frame në 5 sekonda, ne kemi 60 pjesëtim për 5. Në rast se neve do bëjmë për 1 minutë me distancën 5 sekonda, për 1 minutë neve bëjmë 12 fotografi, dhe për të bërë 240 fotografi, pra 120
na duhet 10 minuta, 240 na duhet 40 minuta. Shumë falni, 20 minuta. Pra për 20 minuta ne mund të bëjmë një video time-lapse 10 sekonda. Unë këto do e shpjegojmë dhe në parametrat që aparati ka, për ta pasur më të qartë. Atëherë, si duhet të bëjmë parametrat për të bërë një video time-lapse me Canon EOS 80D. Si duhet të veprojmë? Në parë, shkojmë të video mode. Pastaj shkojmë në menu dhe pasi kemi zgjedhur white balance-in, unë isha jashtë dhe pa ta zgjedhur, domethënë me diell dhe me re. Dhe pastaj shkojmë ke time-lapse mode. Atëherë e bëjmë enable. Pasi e bëjmë enable, shkojmë ke detajet që ne du. Sa frame du dhe për sa kohë i du. Detail set. Mos harroni që ata bëja është dhe touchmatic. Atëherë, koha, periudha e videove, frame-eve, e kornizave që ne kemi bërë, është ka qenë 5 sekonda dhe 4 sekonda dhe një mduket me 3 sekonda. Pastaj këto janë sekondat, minutat, ora. Tash që zgjedhësh një fotografi 1 orë është shumë e madhe. Dhe 1 minutë, ka shumë që bëjmë shumë e madhe. Pra, ne kemi zgjedhur për çdo 4 sekonda një fotografi. Dhe sa total fotografi na duhen neve për të bërë një video, për shembull këtu shkruan 5 sekonda. Për 5 sekonda neve na duhen 150. Te 150 shkojmë. Këtu e ndryshojmë. Pastaj kalojmë ke tjetra, ndryshojmë. Pra këtu kemi zgjedhur 150 fotografi. Dhe koha që do na duhet për t'i bërë këto është 9 minuta 56 sekonda. Dhe koha që do dalë video është 5 sekonda, pra si që duke të. Edhe klikojmë OK. Me njëherë pasi kemi bërë parametret, shkojmë ke butoni Start and Direct. Edhe kjo më tregon se ti je gati për ta bërë filmin që do. Pasi themi OK, shtypim prap Start Record. Edhe që ta nisim video thot Start, Stop, Movie Rec. Pra do më thonë butoni këtu. Atëherë, nëse ne këtë e shtypim dhe e shtypim, fillon videoja. Këto pa ishin, kjo është menuja që ne mund të bëjmë parametrat e time-lapse në video. Edhe pasi ta marrojmë, domethënë, do po shkojmë në shtëpi, në post-production, do japim pak ngjyra se sot është dhe koha e vrojnë dorë, herë del dielli, herë shihet, dhe kjo ndikon në ngjyrat e videos, e fotografive që janë filmuar. E diçka tjetër është e rëndësishme, do kur bën video time-lapse, fokusi duhet të jetë jo automatik, manual. Objektivin duhet ta kthejmë në manual, sepse 80D-ja ka fokus automatik. Edhe ne këto duhet ta kthejmë në manual, me qëllim që mos futet dhe mos ta ndryshoj fokusin gjatë filmimit të saj. Dhe gjëja tjetër e rëndësishme që është gjithmonë në aparatin, cili do qoftë ai, duhet ta përdorim në manual mode, sepse aty neve kemi në kontroll të gjitha ato që duam, domethënë shutter speed, diafram, ISO, i kemi të gjitha në kontrollin tonë. Në atë se ne lem në modën automatike, sa herë që vinë reja po ikin del dielli, ajo drita ndryshimi, pra diaframa, ndryshon në bazë asaj dhe nuk kemi video të shëndetshme ashtu që ne do kishim dëshirë ta shihnim.
Për çdo pyetje tjetër që të keni, të shkruani poshtë në koment, dhe unë do mundohem të kthej përgjigje. Dhe një abone, një like videos nëse ju pëlqevi. Në video tjera si më kësajt, me timelapse me fotografi, JPEG ma JPEG-i, në videon e ardhshme ndoshta do e bëjmë timelapse me fotografi se si bëhet, se çfarë duhet kemi parasysh. Dhe ju falenderoj edhe që ndoqët videon, dhe shihemi në video tjetër. Faleminderit.